formimi I qeverisë vazhdon të jetë diskutimi tash publik në Kosovë. Askush ende nuk ka bërë një veprim konkret. Presidenti ka thirrë mbledhjen e kuvendit për mbledhjen e kuvendit, do të shohim sa do të kemi qeverinë në mbledhjen e parë, do të kemi konstituimin e kuvendit. Gjithçka momentalisht është pezull, çka është folë dhe është diskutuar mes kryeministit Kurti dhe edhe pakicave jo serbe. Nuk po duket në horizont një qeveri, ajo edhe mund të bëhet në forma të ndryshme, por momentalisht nuk po duket. Për të biseduar për këtë çështje, si dhe për rezultatin zgjedhor, kam të ftuar politikologun dhe kolegun tim, mikun tim, Burim Ramadani. Burim, mirë se vjen në Blitz intervju. Faleminderit shumë aset, mirë se gjej. Mos të hin hak, je edhe njës I çështjeve të sigurisë. Faleminderit shumë. Se ke qenë ish inspektor në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Po, këto anë është herë. Folim për politikë. Apo bën kush qeveri Burim, apo se më do na menaj çështo pa qeveri. Njonin pa të thonë një herë një 6 muaj kur s'ka pas qeveri, funksionoi ke Kosova më mirë tha pa qeveri, sesa kur bëja qeveria. Në fakt keni mujt tha mos vevo. Në fakt na duhet me konstatuar që ka sjellje totalisht të papërgjithshme të skenës politike, por mbi gjithat strukturave udhëheqëse tashme të shtetit të Kosovës, dhe unë po pajtona që sistemi I shtetit të Kosovës është funksional, madje edhe pa qeveri më mirë se sa kjo që ishte, por se do ta themi tepër hapur se nuk jemi në rrethona të një nevoje qeverisë të zakonshme, sepse edhe rrethona gjeopolitike, edhe rajonale, edhe obligimet e shtetit të Kosovës, edhe aspekti I sigurisë dhe sigurisë kombëtare mbi gjitha, është në tensionim më sipër dhe në pikpyetje të mëdha për ato që kena me pa në të ardhmen. Prandaj unë po besoj që fatkeqësisht në javët e ardhshme do të shohim edhe matutje në neglizhencë të formimit të institucioneve. Do doja që kjo të ndodhte dje, jo me 15 prill. Deri tash ka vonesa që duhet konstatuar, pra ka vonesa të dukshme. Kosova nuk ka as luks dhe as hapësirë kohore apo intelektuale, shoqërore, për të kalu javë me numrime, me akuza e çakuza, dhe kjo po e mban Kosovën jo vetëm peng, por edhe njerë po dëshmon që realisht nuk ka një vullnet të qartë politik, ose për të bërë qeverinë, ose për të lëshu pe, ose për të lëshu rrugë. Pra këtu janë dy opsione, ose Zoti Kurti duhet ta bëjë qeverinë, ose duhet të lëshoj rrugë dhe të tjerë ta tentojnë ta bëjnë qeverinë. Ku pe adreson dhe me çka pe përshkruan këtë papërgjegjësinë e klasës politike? Dhe ku pe shë më shumë, ku po orienton më shumë? Dy aspekte. Aspekti I parë që absolutisht ndërlidhet me leadershipin e shtetit, këtë rast kryeministrin në detyrë, kryetarin e vetëvendosjes, mendoj që është e papërgjithshme që të filloj edhe negocimet të diskutimet të dialogun politik me minoritete jo serbe, duke ndarë shoqërinë edhe ma keq, duke përçarë shoqërinë edhe ma keq. Unë e kuptoj dhe është tepër e dukshme që partitë opozitore, pra shqiptare, e që janë shumicë në Kosovë, kanë qëndrime kundërshtuese ose refuzuese politike, por se unë do doja që të ketë një parti e cila e bën të paktën për nivel kurtazie dhe investimit të bashkëpunimit ftesat për partitë politike shqiptare. Si është e mundur që unë po dua të ndërtoj qeveri, por nuk thras shqiptarët dhe nuk I thras serbët, dhe çka është kjo? A është synimi I përçarjes së matutje të shoqërisë? A është synimi I mbajtjes së asaj egos që nëse unë e dërgoj ftesën dhe ftesa më refuzohet, unë po humbi diçka? Jo, përkundrazi, fiton. Pra unë besoj që përgjegjësia institucionale edhe kombëtare mas pari tregohet me zemërgjërsinë edhe politike, edhe njerëzore, intelektuale, po edhe kombëtare. Dhe aspekti I dytë, politike shqiptare do të mund të pyesë dikush kur të gjitha kanë thënë se s'him me të. Pikërisht, madje një pjesë e madhe tyre ka thënë as nuk takohen me të. Pikërisht, duke I ditë qëndrimet politike publike të partive shqiptare në Kosovë, unë do doja që dikush që ka fituar
më shumë se sa të tjerë deri më tash në garë, pra ka dalë i pari në garë, do doja që ta shoh se si e zgjat dorën e bashkëpunimit për shqiptarët në Kosovë. Tek e fundit, ajo që është tepër e dukshme, jo në aspekt etnonacionalist, por shqiptarët në Kosovë janë zotit e shtëpisë dhe ata pastaj si të bashkuar mund të zgjasin dorën edhe minoriteteve, komuniteteve jo shumicë për ta ndërtu Kosovën e përbashkët. Nëse ai që ka dalë i pari në zgjedhje investon në këtë përçarje, unë besoj që e ka gabim sa është i madh dhe sa ka mbështetje politike. A e bën Albin Kurti qeverinë dhe nëse bën çfarë po mendon ti që po me bëj? Unë besoj që këtë indikacionet e drejtashme tregojnë Albin që... Kurti, ku them, a bëhet qeveria me kryeministër Albin Kurti, që e bën Albin Kurti? Gjitha indikacionet që unë shoh edhe lexoj janë që zoti Kurti nuk do të arrijë ta bëjë qeverinë, shpresoj që zoti Kurti nuk do ta prolongoj ose bllokoj procesin e konstruimit të kuvendit, sepse kemi parë që ka thënë publikisht që synon që gjitha institucionet të kryen brenda një dite, që nënkupton mundësinë që ai planifikon të bllokoj procesin e konstruimit të kuvendit, nuk do duhej të jetë kështu, sepse proceset janë ndara, dhe më besoj që herën e dytë do të shohim, pra në tentimin e dytë që mund të jetë nga opozita shqiptare, atëherë mund të shohim një hapje, ta themi, të diskutimit të dialogut shumë atë gjerë, edhe shoqëror dhe jo vetëm politik Kosovë. Burim Kurti nisi duke u taku me minoritete. A ka informata? Kush i ka premtu vot? Duket që takimi që është mbajt ejtën me komunitetet jo serbe nuk ka qenë kësisht i suksesshëm për zotin Kurti. Prej indikacioneve që ekzistojnë janë që 3 deputet deri më tash të minoriteteve jo serbe kanë konfirmuar, po flasim për Emilia Rexhepin, Elbert Krasniqin dhe Adem Hoxhën. Adem Hoxhën e pas kalon Radojqiqja? Dhe pikërisht kjo është pyetja themelore. Ka qenë në gjatë mandateve të kaluara, ka qenë direkt i uzuar nga Radojqiqi. Ne kemi pa dhe në përgjime kur Radojqiqi thotë e kom qua Adem Hoxhën. Madje kur e kanë thirrë Adem Hoxha as nuk e fsheh as publikisht lidhjen e ngushtë ose shoqërinë e ngushtë me Radojqiqin dhe ekipin e tij, dhe të njëjtën kohë as nuk kanë mungu akuzat më të rënda të këtij pushteti që shkoi kundër Adem Hoxhës në këtë aspekt. Unë mendoj që Kurti ka bërë gabim, është mesazh tepër i gabueshëm. Si kryeministri i Kosovës Albin Kurti po kërkon vot Radojqiqit indirekt përmes Adem Hoxhës, po thoni. Thelbi mbetet që Hoxha, në këtë rast Adem Hoxha, për mua mbetet një urë komunikuese me Radojqiqin e kujdo. Në këtë rast edhe Albin Kurtit, edhe mendoj që është gabimi strategjik, mesazhi më i gabueshëm që në këtë fazë ka mujt me dhënë dikush, duke taku Adem Hoxhën, por jo as duke mos i ftu Partisë Shqiptare. Nëse i themi pikës parë. A sfidon kjo sigurinë nacionale? Unë besoj që... Në qoftë se Radojqiqi është pjesë e komunikimit në një farë forme indirekte. Unë besoj që spori... Sepse mu po më tiglon është e tillë. Spori besoj që gjithë puna e institucioneve sigurisë, policisë, e të tjerave, cilat e kanë mbajtë të informuar shtetin e Kosovës për çështjet e tilla të lidhura me Radojqiqin, bie poshtë. Pra, zoti Kurti me takimin me Adem Hoxhën, i ka thënë për shembull policisë Kosovës, çka do që më keni thënë për lidhjen e Hoxhës me Radojqiqin, bin poshtë sepse unë kam një interes politik ose një pazar politik për ta bërë. Pra, prandaj po them që mesazhi është jashtëzakonisht i gabuar. Kana u bë Adem Hoxha më i pranueshëm, Adem Hoxha i Radojqiqit, ta themi më i pranueshëm se Ramush Haradinaj, se Memli Krasniqi, se Lumir Abdigjiku e tjere, me anë më mbjen më gjithë. Pra se shqiptarë të cilët nuk janë të ndorën e Radojqiqit as pak. Nëse i kthehemi prej fjalive të para që i diskutuam bashkë, është që ky investimi për përçarjen e popullit të Kosovës, sa ma keq e sa ma thellë, dhe të njëjtën kohë sjellja e papërgjithshme në raport me përgjegjësinë institucionale politike që këta politikan kanë për shtetin e Kosovës. Pra, nëse edhe ne herë themi
që shqiptarët janë zotë e Kosovës dhe këta duhet, pra shqiptarët duhet të japin dorën minoriteteve, si është e mundun që në këtë fazë përçarja thellohet shumë kundër shqiptarëve, e për ma shumë që përmendet edhe figurat shuarat luftës lirimtare, por edhe politikan tjerë të dinitetshëm, për të ataku Adem Hoxhën ose të tjerët, të cilët jo vetëm që është njoftuar publiku, por se kemi po qëndrime edhe qeverisë që përshkon jashtëzakonisht të ashpra kundër këtij grupi. Burim për me qartësu para opinionit publik që ato që po në një farë forme po e thu dhe po e them edhe unë. A ka kryeministri informacione nga institucionet e sigurisë që Adem Hoxha është njeri i Radojqiqit? Unë e di një gjë, që kur ministri Sfesla bashkë me ministrin Krasniqi e kanë mbyll, kanë qenë edhe fizikisht, e kanë mbyll zyren paralele të struktura paralele në Dragash, në janar të vitit 2024. Në fotografi aty ka qenë edhe Adem Hoxha. Dhe këto fotografi janë publike. Dhe nëse ju kujtohet, ka qenë Adem Hoxha dhe këshilltari i atëhershëm i kryeministit Kurti Edison Beqiri. Mas 4 ditësh, kryeministi Kurti e ka shkarku këshilltarin e vet, Edison Beqiri, vetëm për faktin që ka qenë pjesë e atij takimi me strukturat paralele. Dhe ajo fotografi dëshmon se Adem Hoxha ka lidhje me strukturat paralele për cilat ne tashmë gati 4 vjet, 24 orë e çdo ditë e çdo javë kemi dëgjuar vetëm luftën e qeverisë kundër strukturave paralele. Por se çau bë që kur po vje puna për karrikën e kryeministit, për pazaret politike për qeveri, ky që i paska luftu strukturat paralele, po takohet jo me shqiptar, jo me komandant të QK-s apo luftar të QK-s që kanë qenë tash janë në politikë, por po takohet me Adem Hoxhën, i cili është i dëshmuar me fotografi, cilën e ka publiku vetë Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo e punën me bo mja një këfijen, dhe nga del atje lartë, mund të themi edhe, apo e premton Vučići një vot për qeverin Kurti, sepse Radojqiqi është i lidhur me Vučićin dhe nëse Hoxha është i lidhur me Radojqiqin, atëherë Tash, qysh po bëhet kjo varpunë kështu? Unë mund të them vetëm një fjalin këtë kuptim. Po. Nëse ka ndaj element që e ka zhvesh hipokrizin politike të zotit Kurti në këtë proces ndërtimit të institucioneve, është takimi me Adem Hoxhën. Nuk hy dhe nuk po komentoj ose interpretoj se çfarë obligimesh dikush mund të merr. Por hipokrizia politike është e zhveshur total, edhe besoj që secili njeri në Kosovë e kupton edhe ndihet jo mirë, për mos me thonë ndihet i dëshpëruar ose i turpëruar nga takimi i Kurtit me Adem Hoxhën. Nëse Kurti se bën qeverin, për lëm këta për dalim nga Adem Hoxha, na duhet mja kujtu opinionit publik që kur po e analizojmë këtë lidhjen dhe përshkrimin e saj, nuk po aludojmë se kryeministi i Kosovës është duke bërë duke bërë ndonjë vepër antipatriotike ose antishtetrore, por veprimet politike të tilla po i analizojmë në këtë drejtim. Po që qartësojmë sepse në Kosovë shumë gjatë flitet për patriotët tradhtor që s'po dihet më kush ka. Ja, nuk po flasim në ato dimensione. Pra, nëse Kurti se bën qeverinë me të parën, kush e bën? Unë besoj që e bën Kurti me dytën apo opozitat që po duket s'ka ç'e bën. S'po don me bë. Unë besoj që pasi të konstatohet që nuk ka shumicë parlamentare Kurti, do të jemi dëshmitar të një hapje të debatit gjerë edhe shoqëror edhe politik, se kush do ta bëjë qeverinë i dyti, ose kush do ta bëjë qeverinë e Kosovës. Unë nuk besoj që edhe partitë opozitare deri tashme shqiptare e kanë çështje të kryer qeverinë e re, por se besoj se do të hapet një debat që ndoshta se kemi pa asnjëherë. Prej opsionit që të ketë qeveri vetëm të opozitës, në opcionin që të ketë qeveri gjithëpërfshirëse, apo teknike, apo të unitetit kombëtar, e deri në opcionin e shkuarës në zgjedhjet parakoshme bashkë me zgjedhjet lokale, që në farë formë më besoj që është opcion cilën e promovon më shumë Kurti se sa partitë politike opozitare deri tash. Pra, unë besoj që asgjë nuk është e kryer pastaj,
Sepse kemi pa që edhe mbrenda partive opozitore deri tashme nuk ka qëndrime të prera, sidomos po flasim për qëndrimet ende të mjegullta të LDK-s nëse do të jetë pjesë e një qeverie opozitore. Jo shumë mjegullta, LDK-ja tha që realisht për qef kishte në opozitë. Unë besoj që secila parti... Janë pak të mjegullta, absolutisht, po... Unë besoj që secila parti e ka drejtën e ligjit e Zotit, që thonë, me vendos për aspektin vetëm brendshëm grupor të interesit partijak, për cilën është krejt legjitime. Por duhet ta kemi edhe diçka qartë. Kosova, rajoni, sikurse edhe bota, nuk është në rrethana normale. Nuk po flasim për qeverisje të zakonshme, nuk po flasim për një qeverisje e cila nuk e ka aspektin primar të sigurisë kombëtare edhe të orientimit Kosovës në sade afatgjata. Sikur të jetë e tillë, atëherë unë do doja tha sheja Kurtit, duke i bërë këto pazaret politike në qoftë për një komunë më shumë ose më pak, edhe për ta pasë nuk është ai parimori që s'bën pazare e të ngjashme. Por se përgjegjësia për shtetin e Kosovës nuk është përgjegjësi vetëm për shkandodh brenda një partije politike. Prandaj unë besoj që ka qëndrimet mjegullta. Por nuk është shumë ja kërku gjatë të kohës këtë gjë LDK-s. Po të njëjtën gjë i kërkohet edhe PDK-s edhe AK-s. Mos harroni, asnjëra prej partive opozitore. LDK është shkruar më shumë ti. Asnjëra prej partive opozitore deri tash nuk ka planuar që ose nuk ka shfaqur vullnet që të jetë pjesë e koalicionit me zotin Kurti. Dhe dhe publiku mendoj që duhet vlerësuar këto. Pra sepse ka qëndrim të qartë në ato shka e duan Kosovën më tutje. Dhe pjesa tjetër, unë nuk besoj që duhet flasim vetëm për tema si asociacioni ose NATO ose të ngjashme. A mundet që partitë opozitore shqiptare në Kosovë, duke përfshirë PDK-n, LDK-n, AK-n, të ulen dhe të flasin se si do të zbresin çmimin e rrymës gjatë vitit tashëm. Që qytetarët ta ndinë diçka elementare. S'dija më rrinë qeveri jashtme, nëse se ka prezidentin. Nëse... Në zbrit, se zërëja ka marrë si, ja njësë mi po propozimet. Nëse qeveria jashtme e opozitës, ta themi deri tashme, nuk arrin që 2-3 elementet jetësore të qytetarëve të Kosovës t'i prek dhe t'i përmirësoj, atëherë na nuk po flasim për ndryshim, na po flasim vetëm për ndrim të emrave dhe unë nuk besoj që Kosova si duhet ndrim të emrave. Për ndrim të emrave leje personin që është. Po dhe veç ndrimi i emrave, nuk është ideja po. Unë nuk besoj që Kosova si duhet ndrimi i emrave, sepse nuk po flasim, ndoshta në fundit edhe nëse një parti edhe vetëvendosja nëse rrim për shtet duhet të ndryshoj shumicën e emrave, por se nuk po flasim për ndryshim koncepti. LDK pequn shantazh, edhe këtë presionin e në studiot televizive, që LDK të shkojnë në qeverisje të opozitës. Për pos nga VV pëquan edhe shantazh nga PDK dhe nga opinionistët. Unë mendoj që është vlerësimi i gabum. Unë besoj paktën unë si qytetar, si një opinionist që kam një përvojë në institucione, e kam lutje publike. Nëse lutja publike konsiderohet shantazh, mendoj që është vlerësimi i gabum. Është lutje publike për ta largu një rrezik edhe të sigurisë kombëtare që ekziston në Kosovë, që unë besoj që vazhdimi i qeverisë Kurti 3 do të jetë rrezik për sigurinë kombëtare. Kurti? Jo Kurti individualisht. Qeverisja, konceptimi i njëjtë, mënyra e logjikimit veprimeve në mënyrë të njëjtë është kthehet në rrezik për sigurinë kombëtare. Sepse unë besoj që se në hjekje për LDK-s. Tash du ma argumentu pak çka po ne kupton me këtë. Besoj që Besoj që koncepti për sigurinë kombëtare i realizuar gjatë këtyre viteve, sidomos 2 viteve të fundit, është edhe i gabueshëm edhe spekulativ. Pse po them i gabueshëm? Kosova nuk po adaptohet, nuk po përshtatet në rrjedhën e re të sigurisë globale dhe rajonale. Kosova s'ka ndërtuar edhe matutje programe partneriteti të thella bilaterale, nuk ka ndërtuar edhe matutje programe vullnetarizmi për qytetarët edhe për angazhimin e qytetarëve për të ndihmuar institucionet e sigurisë, nuk ka ndërtuar programe për
rikthimin e sërimoreve, renomimin e tyre, e të tjera, nuk kanë ndërtu programe që e rrisin mirëqenjen e policëve, ushtarëve, inteligjencës, sektorit sigurisë përgjithësi, përkundrazi, na kemi pa gjatë kësaj periudhe që ushtria e Kosovës ka mbetur keq edhe me ushqim. Ne po shohim gjatë javëve të fundit që policët dhe ushtarët nuk i kanë as shtesat dhe as mbështetjen e nevojshme të mirëqenies së tyre, dhe paramendoni shteti që i mbetet bërgj ushtarëve dhe policëve tenton që të ndërtoj diçka tjetër dhe të manipuloj opinionin publik. Për pos kësaj, ne kemi edhe një situatë në cilën mesazhi që Kosova nuk po jep. E mesazhi që nuk po jep është që institucionet e sigurisë Kosovës, politika mbi to, është plotësisht në dakordancë dhe në ndërveprim me partnerët bilateralisht dhe sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ta ruajtur kufinin e Kosovës, nuk mundemi të flasim për ushtarë që nuk kanë as pagat shtesë, apo orarin shtesë që nuk i paguhet, kompenzimi, as për policë të tillë. Nuk mund të flasim për policë që mbesin me javë apo muaj të tërë në orar 12 orësh. Pra, ka jashtëzakonisht nevojë për ndryshim konceptit sigurisë. Nëse ky koncept i sigurisë nuk ndryshon, dikush mund të thotë unë po jap 1 miliard e 5 miliard, por koncepti është i gabum. Okej. Burim, kena me orë, me fal pak edhe për konfliktin me presidentin, por veç edhe një pikë të LDK. Si ke po këto publikimin e këtyre biseda Viber? A janë për një me shtu si do ka duk kjo, si do ka duk kërkesa Allahutit për publike për zgjedhjet brendshme dhe për shkarkimin e Lumir Abdxhiku kryetarit LDK-s, dhe para çfarë zgjidhjeve është duke u paraqit LDK si parti? Tash, unë personalisht mendoj se nuk më takon të futem në debatin individualisht brenda tyre, por e kam një shqetësim. Sepse unë besoj që unë besoj që LDK-ja megjithatë mbetet shtëpia më demokratike në kuptimin e partive politike në Kosovë, edhe për shkak të traditës dhe për shkak të vlerës që përfaqëson. Por nëse debati vazhdohet jashtë në studio televizive, në opinionin publik, kjo nuk kupton ose mungon debati i brendshëm ose ajo është thjerë pa rezultat. Dhe si i tillë mendoj që LDK-ja, ndoshta edhe partitë tjera, po flasim për LDK-n sepse ka rëndësi në skenën politike, e ka jashtëzakonisht të rëndësishme edhe të ruaj strukturën e vet. Unë personalisht kam respekt jashtëzakonshëm për zotin Hoti, edhe si intelektuale ose ish kryeministër, por se çështjet e brendshme, nëse debati nuk ekziston brenda, normalisht bëhet jashtë. Nëse janë të vërteta, të sakta ato që janë publiku, ato janë çështje për cilat LDK-ja nuk duhet ta adresoj gishtin tek të tjerët, por se ta arrisë debatin brenda në mënyrë që të përparoj, ta themi, në kontributin e vet për shtetin e Kosovës. Paramendoni në një situatë ku, sipas meje, sipas besimit tim, koncepti i sigurisë kombëtare rrezikohet nëse kemi qeveri Kurti 3, e kemi një parti opozitare vendimtare në këtë rast, LDK-n, e cila po merret brenda vetës. Pra, nuk po flasim për nivelet të njëjta të përgjegjësisë politike për shtetin e Kosovës. Burim, që ke po dje në mramje nisi një ballafaqim mes presidentës dhe Hekuran Muratit. Presidentja kërkoi që Kosova ta hiq tarifën për 10%, sa i kishte quat emailin 447, Hekurani e kishte pa në 50 diçka, edhe kishte thonë ku po mas orarit punës, pse kjo punë më bë mas orarit punës. Në stonë, aty ku i shkop Hekurani është shumë qesharake, po ajo e tregoi një farë nervoze të qeverisë në raport me këtë kërkesë të presidentës. A shkoi presidentja përtej i organit të saj? Dhe si e shini këtë debat? Nëse ke tregon vetëm nervozën, edhe do të isha në pajtim, do të pajtohesha për një nervoz. Shqetësimi jam është që ke tregon mënyrën e qeverisjes gjatë këtyre 4 vjetëve. Pra, mendoj që kjo ka qenë mënyra e qeverisjes në total. Pra, jo përgjithshëm ose pa përgjegjësi,
pa pikuri politike dhe pa koordinim institucional. Nuk është hera parë që publikohen kjo aspekti mos koordinimit të institucioneve. Ju kujtohet Presidenti Osmani e ka qujtë edhe atletën për Këshillin e Evropës si 5 minuta para 12-ve. E të tjera, pra ka pasur shumë raste të mos koordinimit. Presidenti ka akuzu, ka thonë, na kena thonë të nëkonë se jepëm asociacion, ata jepën asociacionin me një letër, pa Por, ajo që e dëshmon këtë rrethon, është që Kosova ka qenë gjatë kësaj periudhe e qeverisur për njerëzve që janë jo të përgjithshëm, pra njerëzve pa përgjithshëm. Unë nuk e di nëse presidentja ka pasur drejt kushtetuese ose jo, është çështje e ekspertëve kushtetues të ajo për një analizë sakt, por unë nuk jam kundër që presidentja ose kushdo tjetër të inicioj heqjen e këtyre tarifave për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që nëse presidentja këtë rast ka iniciu, mirë ka bërë, por pyetja ime mbetet, nëse kjo përplasje, po them titanësh, ose me ironi, pra kjo përplasje titanësh, është pse Vjosa Osmani e ka parë që Kurti nuk bën qeveri dhe po dëshiron t'ja jep shkelmin e fundit, apo se e ka parë që Kurti po bën qeveri dhe kjo po fillon opozit bërjen ndaj qeverisë Kurti 3. Këto do t'a shohim në javët në vazhdim dhe mas mjeti do t'a shpjegoj rrjedha e procesit për qeverinë e ardhshme. Kush me kanë u përlo? A u përlo Hekurani me Vjosën dhe a u përlon këshilltarët e Vjosës me Hekuranin, apo kush me kanë u përlo vërim? Unë besoj që këto ka përplasje publike të ullë mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Përmes proksive. As kujt tjetër. Këto janë proksi, ekipi e të tjerë. Unë nuk besoj që... A e ka shku Hekurani që ato? Nuk besoj që Hekuran Murati e ka bërë post shkrimin e vetë pa e ditur Albin Kurti. Nuk funksionan një formë e tillë, sikur se as Bekim Kopina pa e ditur Vjosa Osmani. Nuk funksionan. Ish kolega jote Donika Koda. Edhe Donika Koda. Pra nuk besoj që ka nivele tilla, sepse janë ndryshim hapje të qëndrimeve edhe orientimeve këtë tjera. Strategjike, politike. Dhe mbi të gjitha, në të dy ekipet funksionojnë me dorë të hekur. Pra asgjë nuk ndodh pa e ditur shefat këtë rast Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Dhe apo thu që Vjosa, se unë e kuptova mlefin e nervozën, të paktën nuk për shumë nervozë, për shumë ma shumë se nervozë. Pse e ka bu publike? A pa qëllim, a ka pas prezentja qëllim politik duke e bërë publike këto? Se ka mujtë mi shu letër qeverisë dhe mësme bërë publike. Absolutisht, presidentja mbinjen tem... Duke e bërë publike, qka ka dosh me bërë? Mbinjen tem, presidentja me pozicionu Albinin anti-Amerikan, vetëm pro-Amerikanë, apo ato dy tjera që apo të gjitha së bashku. Apo të gjitha së bashku. Apo të gjitha së bashku. Unë mendoj që Vjosa Osmani po përgatitet që të rikthehet aktivisht pjesëmarrjes politike partijake, qoftë me Parti të Re, qoftë me kthim në LDK, dhe këtë tenton ta bëj edhe në këtë periudhë duke ta themi nxitur reagimin e opinionit publik pro dhe kundër qëndrimit të saj, në mënyrë që ta pozicionoj veten pas një viti që do t'jetë ose opozitore ndaj Kurtit, ose ajo që ja ka dhënë shkelmin e fundit Kurtit. Ma ka thënë njëri një gjë të cën asnjëherë nuk më ka shku mendje mu dhe po ta japun ty që me arti një mendim. Ma tha që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është e adhuruara e perëndimorëve vetëm se në pushtet është Albin Kurti. Në rast se nuk do të ishte kryeministri Albin Kurti, Vjosa Osmani nuk do të ishte preferuar, sepse gati se aq sa i ka, sa nuk i ka vlerësuar dhe respektuar Albin Kurti, njët gati se ka vepruar dhe ajo. Pra, nëse Vjosa dënë me qenë presidente, po i bie në bazë të kësaj analize që Albin Kurti do të me qenë kryeministër. Unë besoj që... Apo ti peshet ndryshe? Ti po shet që Vjosa pëtin që s'është presidente mo, dhe që po bëhet gati mi hi karës. Unë mendoj që po, Vjosa Osmani e shet që nuk është presidente më, ose e përfundon këtë mandat dhe nuk do të rizgjedhet, dhe pasaj fillon këtë garën politike për karierën e vetë politike, që është legjitime në aspektin personal ose politik. Po se unë besoj që gjatë tyre viteve nuk kemi po qëndrimet të ndryshme të presidentës
nga qeveria dhe nga kryeministri. Dhe kemi pas shumë situata në cilat zonja Osmani ka qenë edhe më ashpër edhe më rigjide se zoti Kurti në qëndrimet e caktuara. Madje kemi pa edhe zhgënjime të vazhdueshme edhe të bashkisë ndërkombëtare ose të partnerëve ndërkombëtar me gjitha institucionet duke përfshi edhe presidentën. Burim, se ke pa rezultatin e zgjedhjeve nacionale. E di që u bot 2 muaj gati që janë kryer ato, mos ka fshin bo më shumë se gati 2 muaj po bën, por si e ke pa? Si e ke pa vlerësimin e partive politike nga ato që thonë sovrani që në këtë rast të votuesi? Mendoj që spori fushata ka qenë një zakonisht e habitshme, dhe sidomos me tensionimin që vetëvendosja ka tentu ta vendosë në popullat. Në anën tjetër, partitë opozitare, shumica për tyre, sidomos PDK-ja dhe LDK-ja, kanë pasur gati 3 vjetë heshtje opozitare, ose një aktivitet shumë të zbutur opozitar. S'pjo vjen kur përnaj një të i thonë qëtu. Po kjo janë fakte brutale. James Matisi thotë, ne duhet jetojmë mbi faktet brutale për ndërtu strategjinë tonë. Pra këto janë fakte brutale. Dhe pastaj ky angazhimi gati 1 vjeçar i opozitës në mënyrë më aktive ka arritur që me dobësu qeverinë ose vetëvendosjen, e cila në njëjtën kohë mos harroni ka qenë hera parë në historitë të Kosovës që një parti e ka pasur këtë shtetin në dorë. Jo vetëm ministrit, po agjensitë, bordet, këshilltarët, mos harroni kanë qenë rreth 500 njerëz të emëruar politik nga kjo qeveri, cilët kanë pasur veturat e shtetit, telefonat e shtetit, naftën e shtetit dhe reprezentacionin e shtetit, pra drekat e darkat i kanë paguar prej buxhetit të shtetit. Dhe si tillë kanë pas përparësi të jashtëzakonshme. Dhe me këto përparësi të jashtëzakonshme, unë besoj që rënja prej 10 deputetëve për vetëvendosjen është humbje, por rritja e opozitës në mënyrë individuale nuk ka qenë e mjaftueshme për ta bërë dallimin e madh. Nëse e bashkojmë opozitën, atëherë flasim për shumicë shqiptare që e ka mbështet opsionin e ndryshimit të qeverisë. Prandaj unë qysh ditën e zgjedhjeve kam thënë që populli votoj për ndrym të qeverisë. Tashmë është në duart të politikanëve, nëse ata mund të arrijnë marrëveshje. Ka qenë që ky rezultati që e ke prit Burim? Pak a shumë. Ka adaptativ me pritjet tuaja. Ajo. Mendoj që kam qenë pak më optimist për opozitën, e kam qenë më optimist në... Se për shembull të unë, vetëvendosja e ka arrit maksimumin e asaj që kom prit. Kom prit për 38 dhe 22-23 maksimum me lëviz dhe minimumi dikon 38-7. Pra është kuadrët mena mendimit parashikimit, jo publik, po mendimit tim se si po del. Cili evoluon të gjatë fushatës. Në kuadrë ati mendimit tim, definitivisht kam menduar se nuk arrin në asnjë mënyrë numrin për 4 deputetëve vetëvendosja, që rrjedhimisht pastaj shpërndahet 60 deputetë të partitë opozitare. Nuk kam pritur rezultatin e këtij të aleancës dhe koalicionit të saj. Kam pritur që minimumi do të sillet rreth 12 deputet, apo 12 plus, dhe të njëjtën kohë nuk kam pritur që LDK-ja nuk e mrin 24-5 deputetëshin. Burim të një akën mirë se ke qenë, për vite ke qenë në akë. Çka ndodhi? Si kjo rezultat ka që i ullët edhe në koalicion me nismë? Unë besoj që një prej arsyeve të mundshme, ata do të bojnë sigurisht analizën. Na për jashtit po analizën? Do doja që të jasha edhe analizën e partive politike se cila për vete, por për jashtë mendoj që mesazhi i shka përdedhur pak me shumë koalicione, ka mundur të jetë një prej mesazheve që nuk ka tregu siguri, dhe të njëjtën kohë fokusimi vetëm te struktura votuese dhe jo hapja për votën e re për partinë, mendoj që ka qenë një prej elementeve tjera që kanë ndiku, dhe në tërësi mendoj që edhe aleanca, sikurse edhe LDK-ja, megjithëse PDK-ja ka dalë më mirë se sa që
ta themi pesimistët kanë Po pritur. veç Alianca Korani. Po, besoj që do duhet që ta shohin këtë aspekt, pra që t'japin mesazhin e qëndrueshmërisë vetë dhe të mos fokusohen vetëm në mirëmbajtjen e strukturës, sepse struktura zakonisht nuk janë të mjaftueshme. Burim, unë e kam përshtypjen që pak edhe AK-ja, po të qyrmat e AK-n, edhe LDK-ja u mbështetën shumë te kryetarët e komunave që i futën në garë dhe kryetarët e komunave s'kan mujt me pru më shumë se që kanë sjell, sepse janë kryetarët komunave, jo. Pra ai ka mashtru ka pak partitë kjo punë. Mendoj që Edhe në këtë rast edhe po flasim për AK-n. Mendoj që kjo ka qenë një prej elementeve që e ka dhënë çat mesazhin e mos qëndrueshmërisë edhe fokusimit në strukturë. Unë mendoj që po flas Për shembull LDK ka qenë e bindur që dele para në pej, AK-ja mi thonë s'dele para në Soarek, ti ka qitë sytë dhe ti ka qitë sytë sinqerisht. Saksisht, sepse... sepse... Nuk kanë rrejt, ti kanë qitë sytë sinqerisht. Absolutisht. Ose atje. Sepse është bazu në përfshirjen në shtrirjen strukturore që e ka. Porse, shtrirja strukturore nuk po del që nuk është e mjaftueshme. Dhe duhet pasur synim për votën e re, dhe unë besoj që edhe LDK-ja, e sidomos AK-ja, ka hapësirë të mjaftueshme për ta synuar votën e re në mënyrë që të rritet shtrirja strukturore, por se ajo të shumëfishohet me votën e re. A është ky mesazh që disa thonë që është mesazh që ka koha që të reformohet, në thojza të reformohet edhe AK-ja, pra që Haradinaj të lëshoj rrugë dhe të pasohet nga dikush tjetër, të rinohet. Unë besoj që na te AK-ja, te LDK-ja, te PDK-ja, të këtë trijat, po edhe me theks veçantë të AK-ja, kemi po ndryshim ose reformim të politikave. Po. Që është një prej fazave elementare për, ta themi, hapjen e rrugës më tutje. Dhe në fazën e ardhshme, besoj që ndërtimet e ekipeve të reja janë jashtëzakonisht të rëndësishme në mënyrë që edhe AK-ja, edhe LDK-ja të rriten edhe të qëndrojnë të fuqishme. A e shoh kënd burim sot mbas këtë këtyre gjanave 20 viteve në garën politike, a shoh këtë rezultatin e fundit të AK-s si mesazh i cili përshkrihen AK-s apo që AK-ja mund të ringritet nga kjo? Unë besoj që AK-ja ka kapacitet të mjaftueshëm për ringritje. Është pa asë në diskutim, se zoti Ramush Haradinaj është ikon e AK-s, dhe jo vetëm e AK-s, është ikon shumë më gjerë se sa aq, dhe të njëjtën kohë besoj që ekipet e reja që mund të ndërtohen edhe të përshtaten me politikat e reja, mund të japin një rol të ri, jo vetëm AK-s, por skenës politike në tërësi. Burim, faleminderit shumë që ishe pjesë në intervju.